Petrit Vasili jep dorëshën nga drejtimi 2 mujor i LSI-s. Vendimi është marrë pas mbledhjes së kryesisë së partisë këtë të njëjtë, ku është bërë analiza e rezultatit zgjedhor. Kryetaria e partisë, që për 12 vite drejtoi Ilir Meta, do të jetë sipas statutit bashkëshortja e tij, Monika Kryemadhi, që aktualisht mban postin e zëvendës kryetares. Në vend të saj me ngritjen në detyrë do të emërohet Luana Rama, ndërsa si nënkryetare e dytë do të jetë Risa Xhixho. Këto vendime të kryesisë do të miratohen në konventën zgjedhore të mërkurën e javës së ardhshme, në orën 12. Zonja Kryemadhi është një politikane që daton që nga viti 91 dhe është edhe aktualisht zëvendës kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Pra është natyrshëm në pozicionin ku ajo duhet ndodhet, është një nga personalitetet më të rëndësishme të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Aktualisht ka një pozicion të ri i cili në pikpame të organizative jemi dimension të jashtëzakonshëm LSI-s, për cilin LSI-ja ka nevojë, sepse dhe misioni i ri ja kërkon, dhe besoj që jemi krejtësisht në atë drejtim ku LSI duhet të ecë dhe ka dhe do të ketë njeriu e duhur për ta bërë këtë gjë. Deri të hënën gara pra mundësia e kandidimit është tërësisht e hapur dhe ku të gjithë antarët e LSI, pjesëtarët të strukturave kanë mundësinë që të, po nëse do të kenë dëshirë të kandidojnë për këto postet të reja që do diskutojnë në konvent dhe ky është i hapur deri në ditën e hënë orën 12. Pavarësisht se merritja në vota dhe numër deputetësh në 25 qershor, Vet Vasili largohet për të rimarrë drejtimin e grupit parlamentar, i përbërë në pjesën më të madhe nga të rinj. Ai premtoi se LSI do të jetë një opozitë e fortë. Në parlament kemi një mision të ri i cili është shumë më i vështirë dhe më i rëndë dhe më me përgjegjësi se më parë, i cili kërkon një qasje dhe investim politik shumë të madh. Në funksion të kësaj, duke qenë edhe për vite me radhë, besoj që ju e keni në vëmendjen tuaj, kryetari i grupit parlamentar, besoj që kam, duke pas dhe besimin e kryesisë partisë, kam dhe gjithë eksperiencën e dur për t'i dhënë atë dimension këtij grupi i cili del përtej funksioneve të një grupi thjesht parlamentar, është grupi parlamentar që duhet bëj opozitën e vërtet në parlament, opozitën që i ka munguar dhe ka krijuar një boshtek të madh për vite me radhë. Sa i takon pozicionimit të zgjedhurve të LSI-s në Këshillat Bashkiak, Petrit Vasili garantoi se nuk do të bëhet pengesë për kryebashkiakët socialist, duke mohuar votat që kërkojnë për projekte në ndihmë të qytetarëve.